Mes pasionit, por dhe për të ndihmuar ekonomikisht familjet e tyre, peshkimi në Vlorë vijon gjithsesi të mbetet ende një traditë. Buzdetit dhe kryesisht në orët e mëngjesit janë me dhjetra ata që me barkët e tyre të vogla dalin në det për të peshkuar. Nuk është si më parë, pranojnë peshkatarët. Prodhimi ka rënë e megjithatë, ata vijojnë të peshkojnë. Peshkoj për qejf, e kupton, po në fundit tani këtë kohë nuk ka peshk. Nuk e di çka ka ona dedersive që edhin në për këto ujrat e kanaleve që shteti nuk po i vë në vijin e tyre, ti mbylli, se vinë gjithë plazhistat e huaj dhe kështu që nuk ka turizëm. Sidomos aty te akademia dhe këte atje është për i bret. Plus edhe ky kanali këtu. Këto ndikojnë që mos ketë peshkun atë. Po, unë kam edhe një gomone të vogël që ku dal në një çik, po gjithmonë peshkun e madh mund ta zësh vetëm natën. Domethënë në ora 4 i mëngjesit deri në ora 6. Dhe në darkë, se në 2 kohë ka peshku që punon. Në mëngjes sa zbart, edhe në darkë sa fillon perëndon. Pastaj nuk ka. Po gjiri i Vlorës ka lavrak, ka koce, ka murra, ka saragua, ka palamidh, ka tono, në ato tonetot e vogla. E keni pasion për qef apo dhe shisni? Po shumë pasion se jemi të lagjes tu. Edhe kemi lindur këtu, kemi lindur në ujë, e dobët është. Nuk është si shka që vitet e tjera. Pse, si pasiosh? Nuk dihet me lutë, për shumë si vjetë kam burë fare. Nuk është shumë e vështirë. Bie një peshk të rrallë tani, po unë shumë në mëngjes, sot jam vetëm 5 mëngjesit. E ora 10 tani sa, 5 orë. Ne peshkojmë në mëngjes, i ngrim në mëngjes, pastrojmë edhe i hedhim prapë, se s'mund të vesh 2 herë, se s'ka prodhim. Vini ndonjëherë kur nuk gjuheni, nuk qelloni? Unë jo, dhe ai shumë, se unë pensionist jam, po këta tjerë patjetër i mbajnë familjet. Për disa prej tyre është një pasion prej gati 50 vitesh, duke lidhur gjithçka me detin dhe peshkimin. Ata pranojnë se tashmë i mban në këtë profesion pasioni, por kur kanë mundësi pas një peshkimi të mbar, ndihmojnë dhe ekonominë e familjes së tyre. Peshkatarët në Vlorë pranojnë se gjiri i Vlorës ka më pak peshk se vitet e shkuara, ndërsa theksojnë se do të vijojnë, duke treguar dhe se çfarë speciesh ka kryesisht gjiri i Vlorës. 50 vjet. 50 vjet. Si situata tani? Tani, ka rënë çdo gjë prodhimi, si atëre. Materialet janë shtuar, mjetet janë shtuar në halli. Po në përgjithësi kam dëgjuar që ka rënë, edhe në shtetet e tjera kam dëgjuar, nuk e di, ngjarja globale. Më tepër në ekonomia, që në kohën e Enverit. Sot arrin të nxjeni për të shitur apo thjesht për? Po jo, nxjerrim. Tani do është ditë për ditë 6. Ku do zësh shumë, ku do zësh pak, nuk ka orare. Varet tani kur je dhe vetëm, thua hajde, më vjen çik gjumë në mëngjes se do ri akoma. Kur je me shoqëri se punojmë zakonisht 2 vete. Ju dilni me bark apo jo? Ja, kam atë skapën. Po më përpara ishim çik më tepër guximtar, se ishim më të rinj. Shkonim me pas Karabrunit, Sazanit, hapur andenja 5-6 kilometra. Se ka patur dhe prodhim më tepër atëra. Ka konsum e tërheqin? Çmimet e peshkut janë kështu. Ne gjithnjë shikojmë magazit, se magazit na i tërheqin peshkun. Na i tërheqin, shesim e këtu, peshkun më të mirë e marrin ata me fjalë, duan se ka çmim peshku. Ju qelloni me rrethime, me rjeta? Unë qelloj me grëpa, edhe me rjeta, po thellë. Kështu peshkimi në Vlorë vijon të mbetet ende një traditë mes pasionit, por dhe nevojës ekonomike. Edhe pse mes atyre që këtë profesion e ka nisur vite më parë dhe vijojnë ta ushtrojnë, ata pranojnë se tashmë situata ka ndryshuar, ka më pak prodhim. Por sipas tyre nuk mungon dëshira, teksa çdo ditë ata i drejtojnë detit dhe peshkimit.